Kanalet kulluese janë kthyer në një problem serioz për qytetin e Vlorës, veçanërisht në ditët me reshjet e dendura shiu. Gjendja e kanaleve kulluese, por edhe atyre mbledhëse të ujrave të larta, lë sot për të dëshiruar, duke shkaktuar më pas një sër pasojash në qytet, mes tyre edhe përmbytje, shpesh me dëme të konsiderueshme materiale, por edhe rrezik për bizneset dhe banesat. Shumë prej kanaleve kulluese në qytetin bregdetar janë rikthyer në po atë gjendje në të cilën kanë qenë përpara 4 tetorit 2024, kohë kur Vlora u prek nga përmbytjet masive, në atë gjendje që shkaktoi përmbytjen e Vlorës, megjithëse një pjesë e tyre ju nënshtruan një pastrimi gjeneral në të gjithë gjatësinë. Imazh të qartë të gjendjes që janë sot kanalet kulluese në qytet ta ofron kanali që shtrihet edhe përgjatë aksit transballkanike. Një kanal ky, i cili vjen nga zonat periferike të qytetit, ku mbledh prej andej ujrat e shiut dhe ato të larta, kalon në fshatin Art për të përfunduar më pas në hidrovorin kryesor të Vlorës. Për pastrimin e tij, pas përmbytjeve të 4 tetorit, u angazhuan strukturat të Bashkisë së Vlorës dhe forcat të ushtrisë në të gjithë gjatësinë e tij. Prej natës dhe deri në hidrovor, ky kanal u pastrua totalisht nga mbeturinat, mbetet inerte, por edhe kallamishtet, të cilat e kishin mbuluar në total. Por pas përfundimit të kësaj pune, për mirëmbajtjen dhe aq më tepër për rehabilitimin e tij, nuk u bë më asgjë. Njësoj si përpara 4 tetorit, në gjithë gjatësinë e tij ky kanal tashmë është ndotur, është bllokuar nga mbetjet e shumta të hedhura aty edhe nga qytetarët. Mbeturina të ndryshme që fillojnë nga plastika dhe deri tek mbetjet me përmasa të konsiderueshme që shkaktojnë bllokim. Mbetje inerte mund të gjesh gjithashtu tek një pjesë e tij për shkak të grumbullimit të dherave, mund të cilësohet tashmë totalisht e mbyllur. Prej pamjeve duket qartë që nuk t'i jep përshtypjen as pak të një kanali kullues, pasi sot sërish është mbuluar nga barishtet dhe kallamishtet në të gjithë gjatësinë e tij. Kullimi i ujrave të shiut dhe atyre të larta, për shkak të bllokimit në shumë pjesë nuk kryhet siç duhet, duke u kthyer në një prej shkaktarëve se përse çdo ditë që ka reshje shiu me intensitet mesatar apo të lartë, Vlora përmbytet në shumë segmente rrugore. Domosdoshmëri për qytetin është pikërisht pastrimi i këtij kanali, por edhe shumë të tjerëve që gjenden në Vlorë. Një pastrim ky, i cili duhet të jetë gjeneral dhe të kryhet në të gjithë gjatësinë e këtyre kanaleve. Nëse duhet të ketë një zgjidhje të përhershme për Vlorën për të shmangur situatat emergjente, duhet më tepër përkujdesje, por mbi të gjitha duhet një projekt i gjerë për rehabilitimin në total të kanaleve kulluese. Rehabilitimi sjell vetëm zgjidhje për qytetin, por njëkohësisht eviton edhe një sër problematikash.